themi kriteret apo karakteristika që duhet të kenë këngët, pasi e kemi akoma edhe konkursin e hapur, përkëdo që dëshiron të jetë pjesë e këtij edicioni, më thonë 27 vite me radhë Festivali Yt Beri, çfarë duhet të dim? Do të thotë nuk është kjo të pari nere, se jo vetëm Festivali Yt Beri, ne kemi festivalet njohur si Shkodra, 63 vjetë, në çdo konkurs kur del kërkohet që teksti me qenë i përshtatur tekstualisht për shembull, tekstualisht për botën e fëmijëve dhe për moshën e fëmijës. Kemi pas raste që gabojnë do autor pse nuk i kuptoj asun, për shembull fëmija mosh 7 vjeçare këndon për shembull për dashuri ndaj palës tjetër. Dashuri romantike. Ama fëmija çka din, ai din dashurinë për nanën, për natirën, për babën, për vllahun, për motrën, kështu që i bëjnë do njëra lëshime kur është tempitje mosha. Ose për shembull japin vajzës e cila ka 13 vjet me këndu për lepurin ose për që ajo moj ka harru edhe kuklat edhe ato. Kështu janë ato tekstualisht problemet. Kurse në muzikë, në melodi njësoj duhet me qenë përshtatshme për fëmijën, për moshën e fëmijës. Mos t'i japin këngën fëmija e vogël, nuk është ndashta tepër e talentuar mesatarisht, i japin e maltretojnë faktikisht që fëmija me bë një lloj në jazz me këndu, kur fëmija nuk i ka mundësi me këndu në jazz. To janë pak edhe lëshimet në melodi. Pastaj ka ati lidhe me harmoni, që mos me qenë kënga monotone në melodi, në këndim, këtë laramani pak. Ne këtu atëre ndikojmë faktikisht nëse ka plotësu mjaft kriterin, atëre pak ndihmojmë në sugjerime.